Gjendjen e partisë që e cila mund të shkojë nesër në zgjedhje lokale. Dakord, kjo është këtë drejt nga pikpamja, por ajo që bën përshtypje është rënja e Partisë Demokratike. Shikojeni pak, Partia Demokratike ka një rënje prej 10.6%. Dakord, nga 2021 në Tiranë? Po. Asnjë nga rritjet këtu nuk e justifikon. Ka një Partia Social-Demokrate, Partia Social-Demokrate është konstante, 0.5 plus nuk është asnjë gjë, është gati në shifrat e saj të 2021. Dakor? Kemi një rritje të Shqipëria bëhet që krahasimi është me nismën thurje, sepse në 2021 merrte pjesë Endrit Shabani me nismën thurje. Këtu është koalicion nisma thurje dhe Adriatik Klapaj dhe çdo lloj rritje këtu nuk justifikon rënien e Partisë Demokratike. Por, ama nuk e bën kaq dramatike, sepse tani duhet ta pranojmë që si mundësia dhe si Shqipëria bëhet, në pjesën ndërmuese të tyre kanë kafshuar nga pakënaqësia e zgjedhësve që deri pak përpara kanë votuar Partitë Demokratike. Në një pjesë ndërmuese. Madje mund t'ju them Themi këtu se që unë kam në celularin tim shumë flet votimesh proces verbale të sapo dala, të cilat janë pikërisht të shkollës Vasil Çanto që u lidhëm me gazetaren, sepse aty është thëmbra e Akilit e di shumë mirë Nardi, lihet Kastile për në fund nga Partia Socialiste, Pesa, sepse aty veçanërisht kutitë e fundit që janë ato të Selitës që lihen për fund janë kuti, dhe unë kam proces verbali që realisht në të gjitha zonat Partia Demokratike është shumë keq, çuditërisht në 105, kjo ka nisur një trend, kur them është më mirë, Partia Demokratike nuk them që është fituese, por gropa e madhe që krijoi aty dhe që ndihmonte shumë Partinë Socialiste ka ardhur gjithmonë duke u tkurrur çuditërisht në atë njësi që quhet më e kuqja. Deri tani që flasim, diferenca është vetëm 3.000. Do kujtojmë që si në 2017, si në 2021, Partia Socialiste dilte në fund të procesit me një tabelë të madhe, shumë të dukshme dhe shkruante plus 10.000. Pra plus 10.000 votat. Vetëm në këtë njësi, Partia Socialiste i kishte të vetat. Po të mbledhësh proces verbalit, është e çuditshme Endri ti shikosh, po të mbledhësh votat, absolutisht janë shumë afër me njëra tjetrën, por tregojnë që dhe Partia Socialiste nuk është se i kanë dalë masivisht të vetët për të votuar. Tani, unë do i shtoja në bikuadrin e interpretimit që bëri dhe Juela, doja të shtoja diçka. Në fakt, në njësi numër 5, duke filluar nga zgjedhjet e 2011-ës, si rezultati faktorit lësia së kohë, që ka patur një qasje shumë agresive për të marrë votat e Partisë Socialiste dhe për t'i kaluar në favor të kandidimit të Zotit Basha, ka patur një lëvizje e cila ka vijuar tjetë gjithnjë, do të thoja, si thuash në rënien Partinë Socialiste. Pra një bastion që ka krijuar një tkurje, ndoshta jo aty ku mendohet dhe duhet shkojë, por ajo që unë me shumë dhimbje e them, por duhet distancohem nga shikimi që i bëre ose nga leximi që i bëre numrave, kur nuk është shumë dramatike. Tani këtu më lejo të jemi qik në kufit e absolutës. Me minus 10%, po me minus 10%, me minus 10%, por në kufit e 3 mandateve, çdo kush duhet shpresonte që aty të 19-a... Nisur nga parimi dhe presës djetore, nuk është minus 10, është minus 11%. Minus 11%, se merë për 11%, tjetër që do të nisur nga 3 mandatet të ezauruara nga Partia Socialiste, aty ke numri 19, minimalisht duhet ishte PD-ja. Pra, dhe më thënë... Nga konsumi pushtetit dhe jo nga çdo gjë. Nga çdo gjë. Pra, ne vërtet themi që nuk është dramatike rënja me 21-shin, por është shumë dramatike fakti që nuk është tek 19-a. Pra, ajo duhet ishte ngjyra blu dhe pjesa dhe PS-ja duhet kishte zbritur tashmë në vend të dytë apo në vend të tretë. Dhe kjo është pjesa më problematike që prodhuan sërish to zgjedhje. Sepse duke mos patur mundësinë të krijon një rotacion, kanë krijuar një precedent, do thoja, pothuajse të rrezikshëm në aspekt me zhvillimin demokratik në vend. Sepse gjithnjë e themi, gjithnjë e përdorim si një aksion dhe pastaj sa dalim nga studio televizive, çdo kush e haron. Pushteti korrupton. Pushteti absolut korrupton absolutisht. Dhe ky është një fakt konkret që po vërtetohet në Shqipëri.
ne jemi në nivellet të tmerrshme të korrupsionit në Shqipëri, por që fatkeqësisht forca kryesore opozitare, politike, në rastin konkret dhe së djathës, nuk pati mundësin ta përmbyste këtë, sepse do të kishte qenë një fitore e madhe jo një subjekti politik, po e rendi demokratik në një vend dhe zhvillimeve dhe qasjeve të reja. Sepse ne kemi tashmë një sistemi cili është i kapur në të gjitha nivellet e veta. Dhe kjo do të vazhdoj frikshëm dhe madje më me arogancë. Një arogancë të cilën ne e pam dhe ndeshëm edhe gjatë fushatës, edhe në ditën e votimit. Po qasjet e reja atëherë, Nardi, më falë që jap të drejtën vetës të pyet, pse nuk u përkrahën? Sepse këtë radhë, të gjithë panelet edhe ne, kudo që kemi qenë, kemi folur që këtë radhë skenari do jetë ndryshe.